një kthes tjetër? Unë pres, por nuk mund të them se çfarë pres. Por pres. E parë, e dyta. Po ju ka shumë që presin edhe ndoshta një mesazh nga administrata Trump para zgjedhjeve, siç ndodhi në Kosovë. Thash pres. Ka nga ata që presin nga spaku. Presim, unë pres që të bëhet diçka në Shqipëri, se zgjedhjet e kemi thënë që nuk do bëhen. I qëndroni prap ides që në 11 maj I qëndroj dhe nëse nuk bën zgjedhje, atëherë unë do dal këtu në kamerën tuaj, do të kërkoj falje shqiptarëve në datën 12 maj, do të kërkoj ndjes, do të them falni. Jam mashtruar dhe unë në thonjza se shumë të tjerë, por unë kam besim të palëkundur, buri veshin të palëkundur, që zgjedhjet nuk do bëhen. 1 për miliard dhe mund të bëhen, nuk e di. Tani, dua të denoncoj një fakt tjetër që mësuam sot. Lidhur me ministrin e Shëndetësisë së Republikës së Shqipërisë. Drejtuesen politike për qarkun e Tiranës. Apo jo, e keni fjalën për atë Koçiun, jo për Ogertën, okay. Ësakt. Për Koçiun dhe për Ogertën. Dokumentat e Ministrisë së Shëndetësisë para ca ditësh, siç u deklarua, janë marrë natën dhe janë transferuar nuk dieshin se ku. Vlen këtu dhe jam i detyruar ta them dhe me respektin maksimal konsideratën për shërbimin informativ shtetëror. Që gjeti me saktësi, gjeti vendin ku i kishin strehuar dokumentat e tenderave të Ministrisë së Shëndetësisë të kësaj shoqes Koçiu, se janë shoqe këtore, nuk janë zonja, janë shoqet e partisë këto, ti kuptojnë shqiptarët. Pra shoqja Koçiu i ka marrë dokumentat dhe ka strehuar në Kashar në pronën e një personi që është me precedent penal. Dhe përveç kësaja, llogaritarja e biznesit të këtia, do të thënë mirë them, llogaritarja është punon në gjykatën kundër korrupsionit në GKK sot. Keqja që kanë brenda, te drejtësia e re. O pra këta, kjo pra është në GKK kjo që ka strehuar dhe ka pritur dokumentat atje. Është çështje në gjykim e sipër, në hetim e sipër, e ka marrë spaku, me sa di unë, dhe po e ndjek. Por, lidhur me këtë zonjën Koçiu, po i them te nga kamera juaj. Zonja Koçiu, që në vitin e kaluar, në Behar, në verë të kemi denoncuar, unë personalisht kam denoncuar faktin që klientëve të mi në Progonat, dikush u ka ndërtuar një grop septike ngjitur me murin e tyre, ngjitur me murin e shtëpisë me kuzhinën, dhe u kam thënë hajdeni, hapeni, mbroni shëndetin dhe jetën e këtyre njerëzve që mund të sëmuren nga momenti në moment nga epidemi. Nuk e ke vënë ujë në zjarr zonja Koçiu. Kam kontaktuar dhe me zonjën Ramosaço. Kam kontaktuar dhe me në punësa të tjerë të tut. Me ripyeti zonja ministre. Me ripyeti se je kandidate për deputet e ti. Me ripyeti. Avokat, kjo çfarë dosi ishte konkrete për ta bërë më thjesht për publikun? Dosja e Progonatit në Tepelen. E kemi denoncuar, e kemi thënë, e kemi stërthënë, i kam thënë në punësve të Ministrisë së Shëndetësisë, kam mbajtur vetë, kanë mbajtur klientët e mi,